Selamu alaikum, paqe qoftë me ju. A ka ardhur koha që të heshtim edhe për gjën më themelore të njeriut? A ka ardhur koha që një fëmijë të mos mësojë më se Zoti e ka krijuar mashkull ose femër, por të shtyhet të mendojë se mund ta ndrojë këtë sipas ndjenjes së momentit? Ditët e fundit në Shqipëri është folur për një udhëzim që lidhet me terapin hormonale për ndryshim gjinie pra, dhe kjo nuk është një çështje e vogël. Nuk është thjesht një çështje mjekësore, nuk është një çështje administrative, kjo prek vet njeriu, prek familjen, prek fëmijët, prek mënyrën se si shoqëria e kupton natyrën njerëzore. Dhe pikërisht këtu duhet flasim. Jo me urrëtie, jo me fyerje, jo duke shkelur dinjitetin e askujt, por me guxim, me ndërgjegje dhe me përgjegjësi. Hazrat Mirza Masroor Ahmedi, kalifi i 5 dhe udhëheqësi botror i Xhamatit Musliman Ahmedia, duke diskutuar për pikërisht një pyetje të tillë, tha, nuk mund të jetë kur moralisht e drejtë që shoqëria t'i inkurajojë të rinj të ndryshojnë gjinin ose seksin e tyre biologjik. Kjo është krejtësisht kundër mësimeve të Islamit, madje kundër mësimeve edhe të feve të tjera. Megjithatë, ka disa njerëz që lindin interseks dhe ata duhet të mbështeten e të ndihmohen nga shoqëria në mënyrë që të mund ta jetojnë jetën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Ata duhet të mbrohen nga diskriminimi ose nga shkelja e të drejtave të tyre njerëzore. Pra, ky është qëndrimi ynë. Pra, një gjë është të ndihmosh dikë që ka një gjendje të veçantë dhe ka nevojë për mbështetje, dhe krejt tjetër është që shoqëria të hap rrugë për ndryshimin e gjinisë. Pra, për ndryshimin e gjinisë biologjike si një normalitet i ri, sidomos tek të rinjt. Prandaj Shqipëria nuk duhet të futet në këtë rrugë, sepse sapo shoqëria e pranon këtë si norm, hapi tjetër është shkolla, pastaj fëmia, pastaj familja, pastaj prindi detyrohet të hesht edhe kur zemra i thot se diçka nuk është në rregull. Kjo është shumë e rrezikshme. Në të vërtetë kjo është një nga shenjat e shoqërisë dejalliste, pra dejallin që e ka parashikuar vetë profeti sallallahu alajhi wasallam. Mashtrimi paraqitet si liri, antivlera paraqitet si përparim, dhe prishja e natyrës njerëzore paraqitet si e drejtë njerëzore. Pra, nuk mjafton më të thuhet bëj çfarë të duash. Tani duan të hynë deri tek baza e njeriut, te vetë krijimi, te mashkulli, te femra, te nëna dhe babai, te familja. Një shoqëri që fillon të ngatrojë këto themele nuk po bëhet më e lirë, ajo po humb orientimin. Tani pyetja është, çfarë të bëjmë ne si prindër? A mjafton vetëm të zemërohemi? Jo. A mjafton vetëm të themi kjo është gabim? Jo, natyrisht, kjo nuk mjafton. Kalifi i nderuar ka shpjeguar një gjë shumë të rëndësishme. Fëmijët nuk janë vetëm në shkollë. Gjatë vitit ata kalojnë shumë ditë në shtëpi pranë prindërve. Prandaj prindi nuk duhet jetë i huaj për fëmijën e vet. Prindi duhet të bëhet mik i fëmijës, duhet flas me të, duhet ta dëgjojë. Kur fëmia kthehet nga shkolla dhe dëgjon gjëra për gender fluidity, pra për ndryshim gjinie, për identitete të ndryshme, prindi nuk duhet të reagojë vetëm me nervozizëm, duhet ta pyes me qetësi çfarë mësove, si ta shpjeguan, çfarë kuptove. Pastaj duhet t'i shpjegoj me dashuri që Zoti ka krijuar një natyrë, ka krijuar mashkullin dhe femrën, ka krijuar dallime biologjike dhe këto dallime nuk zhduken vetëm sepse dikush thot se sot ndihet ndryshe. Vetëm nëna mund të jetë nën në kuptimin biologjik, mashkulli nuk mund ta mbajë fëmijën në bark. Kjo nuk është fyerje, kjo është realitet. Sot gjërat kanë arritur deri në atë pikë sa vetë njerëzit kanë filluar të tallen me absurditetin e kësaj ideologjie. Për shembull, është përhapur një batutë, një grua
shtatzën shkon te doktori dhe e pyet për gjininë e fëmijës. Doktori thot, këtë le ta vendos edukatorja e kopshtit ose mësuesja e shkollës. Nuk mund ta them dot unë. Kjo është satir, por tregon ku ka shkuar mendimi i sotëm. Ose një mësues thot për një nxënës ai dhe nxënësi i thot, jo, sot jam ajo. Të nesërmen mësuesi thot për të njëjtin nxënës ajo dhe nxënësi thot, jo, sot jam ai. Pse ma the ajo? Pra, kur ndjenja e qastit bëhet më e lartë se realiteti, njeriu humb qartësinë. Dhe një shoqëri që humb qartësinë për njeriu, humb qartësinë për gjithçka. Prandaj, prindër të dashur, mos ia lini edukimin e fëmijëve vetëm ekranit, mos ia lini vetëm shkollës, mos ia lini vetëm rrjeteve sociale. Fëmijët tanë kanë nevojë për ne. Ne, nëse heshtim, dikush tjetër do t'u flasë fëmijëve tanë. Nëse ne nuk ua shpjegojmë të vërtetën, dikush tjetër do t'ua mësojë mashtrimin si e vërtet. Prandaj, qëndrimi ynë është i qartë. Çdo njeri ka dinjitet dhe duhet të mbrojtur nga diskriminimi, por shoqëria nuk duhet të nxjisë ndryshimin e gjinisë biologjike, sidomos tek të rinjt. Shqipëria nuk duhet të futet në këtë rrugë. Ne kemi nevojë për familje më të forta, jo për fëmijë më të hutuar. Kemi nevojë për edukim me moral, jo për ideologji që hyn në mendjen e fëmijëve para se ata të jenë në gjendje t'i kuptojnë pasojat. Dhe mbi të gjitha, kemi nevojë të kthehemi te krijuesi, te Zoti, te natyra që ai ka krijuar dhe te përgjegjësia që kemi për jo vetëm për brezin e ardhshëm, por për të gjithë brezat, sepse fëmijët tanë nuk janë eksperiment shoqëror, ata janë amanet. Faleminderit për vëmendjen.